Jemi në provat generale të eventit Ritmi i Barazis, i cili do të bëhet nesër këtu në Prishtinë, në bashkëpunim me kryetarin e Prishtinës, zotin Përbarim Rama, ku do të përçojmë mesazhin e të drejtave të njeriu përmes artit dhe muzikës. Eventi do të jetë gjithëpërfshirës, natyrisht do të kemi edhe persona me nevoja të veçanta, të cilët do të këndojnë bashkë me këngëtarët më eminent të estradës sonë, por pastaj pjesa artistike e atë kulisit është kujdesur edhe për pikat artistike në mesazhe kundër diskriminimit të viktimave të punës seksuale gjatë luftës në Kosovë, komuniteteve jo shumicë, komunitetit LGBTIQ, pra në një farë forme të gjitha komuniteteve të cilat mund të cilësohen si të marginalizuara në vendin tonë, kemi dashur që mesazhin e të drejtave të njeriut ta japim përmes këtij artistik. Kam nderin këtu që së bashku me Elvanën, me ambasadorën tonë të mrekullueshme, e cila po bën një punë të jashtëzakonshme, me shty përpara interesat e të gjithëve, pra që gjithë pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme në kryeqytet, në Kosovë, me qenë të reprezentuar, pra pa asnjë diskriminim, faktikisht me diskriminime pozitive, që me ju mundësu të gjithë të jenë të përfaqësuar nëpërmjet artit, nëpërmjet kulturës, pra të gjithë të ndinë veten të barabartë, prej nga do që janë, çfarëdo komuniteti që janë, sepse kjo është Prishtina, kjo Prishtina jonë, Prishtina për të gjithë, pra pa marrë parasysh në aspektin e komunitetit, në aspektin gjinor, në aspektin LGBTQI, në aspektin e aftësive të veçanta, apo aftësive tjera superlative, ndryshe, të gjithë do të jenë të përfaqësuar. Së bashku kemi ardhur bashkë me kolegët tanë për t'i bërë prova generale për koncertin e nesëm, që do të jetë, që t'i përkraj më së shumti këta persona që janë të mrekullueshëm. Pra, unë me Shqipen do të performojmë një potpuri apo një këngë së bashku, por edhe kolegët e mi do të bashkangjiten kësaj kampanje të mrekullueshme të organizuar nga ambasadorja e mrekullueshme vullnetit mirë, Elvana Shala. Jemi të përgatitur për natën e nesërme, një mbrëmje madhështore, e organizuar nga ambasadorja vullnetit mirë, Elvana Shala. E falenderoj shumë që secilit nga nesh na ka dhënë hapësinën që të prezentohemi, të shprehemi talentin, qoftë për personat me aftësi të kufizuar, qoftë për të tjerët që i gjithë përfshirës që është programi. Kështu që i falenderoj shumë. Unë jem Fjorella Poshtica, jem soprane që jeton në Austri, edhe shumë përgëzona që kam mundësi me marrë pjesë në këtë event, se shumë artistat mirë, edhe më vërtet shumë për kënaqshëm, edhe këna një këngë të Nezhmia Paparushës. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij eventi kaq të bukur. Unë falenderoj nga zemra ambasadorën për vullnet të mirë, zonjën Elvana Shala, për punën e palodhshme të cilën e ka bërë. Jam shumë i lumtur që jam në mesin e këngëtarëve që kemi me performuar në ditën e nesërme. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur që do të jem në këtë event kaq të bukur nesër, edhe po shpresojmë që do të emocionohet e gjithë shqiptaria. Përshëndetje nga ana Arta Bajrami, kam kënaqësinë që sonte të jem pjesë e koncertit të madh të organizuar nga ambasadorja jonë e të drejtave të njerëzit, Elvana Shala. Me kënaqësi e kam pranuar në ftesën që t'i mbështesim të gjithë fëmijët me nevojat e veçanta, pa dallim kategorie. Sonte unë kam kënaqësinë dhe nderin të performoj me një djalë i verbër, po që do ta këndojmë këngën së bashku me Falenan, për zgjedhja e tij ka qenë. Unë si nonë e dy fëmijëve me autizëm i përshëndes të gjithë dhe dëshiroj që të bëjnë sa më shumë për këta fëmijë. Të falenderoj ambasadorën Elvana Shalën dhe veçanërisht ty që ke pranuar me këndu këtë këngë. Është cila këngë, cila për nonën është shumë një këngë e mirë, ndjenjat për nonën nuk harron kur. Nuk me këtë këngë dua të përshëndes të gjitha nënat e gjithë botës. Kam kënaqësinë që në këtë ditë po performojmë domosdoshmë si persona me aftësi të kufizuar apo talenta me aftësi të kufizuar, po na jepet mundësia që të performojmë domethënë artistë të mëdhenj, domethënë me artistë të mëdhenj elitar, si ti falenderoj personalisht, që kanë gjetë kohën edhe kanë dhënë momentet me neve. Tonk, Ylli, Elioni, janë djemtë që kanë me performu nesër mbrëma bashkë me mu në skenën e bukur të Swiss Diamondit në qëllimin ma të mirë, Ritmi i Barazis. Ylli ka me përcjellë Rinën me kitar, ndërsa Elioni me piano. Kënga është ma e bukra pranë vera në Prishtinë.
uroj që të shijojmë maksimalisht. Është knatësi që sot me nda skenën me këngëtarin, me një artist që shër Gjenizi, me knu kongët që Gjenizi ka pas dëshirë. Qysh po ndjesh ti Gjeniz? A je lumtur që jenë të koncert? Shumë lumtur, shumë. Bravo, ju jeni artistat mrekullueshëm. E falenderojmë Elvanën, ambasadoren, që na ka mbledh sonte në këtë koncert kaq gjigant me prezencën e njerëzve më të rëndësishëm për vendin tonë.